Në këtë edicion do të ndiqni. Interesimi i të rinjve për aftësim profesional është i vazhdueshëm. Pavarësisht ndërhyrjeve të shpeshta, vazhdon hudhja ilegale e mbeturinjave në Osekposh. Ministria e Bujqësisë hap thirrje për aplikim për programin e pagesave direkte 2026. Përshëndetje. Po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në qendrën për aftësim profesional në Gjako vazhdojnë të ofrojnë profile të ndryshme profesionale. Nga aty për televizionin thanë se interesimi i të rinjve për të aftësuar në profilet që kjo qendër i ofron është i vazhdueshëm. Në kohën e zhvillimit të hovshëm teknologjik, njerëzit janë duke u drejtuar gjithnjë më shumë tek aftësimi profesional. Secilat zanate i ofron aktualisht qendra aftësimit profesional në Gjakov, na tregoi udhëheqësi Arber Zhubi. Qendra jonë ofron 10 kurse. Janë kurse të ndryshme, është për shembull asistent administrativ, është kontabilitet, është për vetpunësim, ka instalime elektrike, pa qepsi, parkeri, edhe kështu më radhë. Po ashtu është edhe kuzhinieri. Si vjet ka qenë edhe një kurs i ri, pra kemi futur edhe kursin e 11 është për instaluese të paneleve solare. E për procedurat e aplikimit dhe kohëzgjatin e kurseve na tregoi po ashtu Zhubi. Nëse dikush domethënë është interesuar ta vijë kursin tonë, spari duhet të shkojë të paraqitet në zyrën e punësimit, të identifikohet si pa punë apo edhe ata njerëz që kërkojnë të ndrojnë punën apo të aftësohen, shkon regjistrohesh aty edhe pastaj mund të marrë shërbime të qendrat tona. Kursi zgjat 3 muaj deri në 6 muaj. Por ata që njohin profesionin mund të certifikohen edhe më shpejt, sepse ka një procedurë tjetër, ka njerëz që domethënë e din profesionin, por nuk është i pajisur me certifikat. Janë disa procedura më shpejta ku vetëm testohen dhe mund të thonë diku për më pak se një muaj mund të certifikohen. Kuptohet për ata që njohin profesionin, kurse ata të cilët nuk e njohin dhe dojnë marrë çdo ditë këtu. Që punojnë atë çdo ditë punë prej tonës deri në premten. Aftësimi profesional është një opsion i mirë për të zgjedhur nga maturantët, të cilët duan të inkuadrohen më shpejt në tregun e punës dhe që nuk preferojnë studimet e mëtejshme universitare. Në redaksin tonë kemi pranuar disa ankesa lidhur me një person që gjendet në një pjesë të shëtitores së qytetit, zonë të cilën sipas tyre po shfrytëzohen për banim. Sipas tyre ata ndjehen të rrezikuar për shkak të disa qeneve që personi i mban afër vetes. Ne sot e vizituam lokacionin në fjalë dhe në vazhdim kuptojmë detaje rreth kësaj situate. Ditëve të fundit në rrjetet sociale ka qarkulluar një njoftim lidhur me praninë e një personi që kalon një pjesë të madhe të ditës në shëtitoren e Lumit Lukac. Sipas pretendimeve të disa banorëve, i njëjti mban me vete 3 qenë të racës Pitbull, gjë që ka ngjallur shqetësimet tek kalimtarët, të cilët shprehen se ndjehen të pasigurt për të kaluar në atë pjesë të shëtitores. Për të kuptuar nga afër situatën, ekipi mediumit ton ka qenë në atë lokacion dhe ka biseduar me personin në fjalë. Ai ka deklaruar se prona ku qëndron është në pronësi të tij dhe se qytetarët nuk duhet të kenë frikë nga qenë që mban, pasi sipas tij ata janë të socializuar dhe nuk paraqesin rrezik për kalimtarët. Sipas tij, kjo është arsyeja pse ai qëndron në këtë vend. Në tjerash, ai bëri të ditur se lidhur me këtë çështje është në proces gjyqësor me organet komunale. Për të marrë më shumë informacione rreth pronës në fjalë, ne kemi kontaktuar institucionet përkatëse dhe jemi në pritje të një përgjigjeje. Në urën e fshatit Osekposh ka pasur ndërhyrje të shpeshta për pastrim, por megjithatë hapësira vazhdimisht mbushet për plot me mbeturina. Gjendja e tillë ishte edhe gjatë ditës së sotme. Tabela tregon për kujdes, por kujdes nuk ka. Skaji i urës së fshatit Osekposh, që të çon në fshatin Qerim, është i mbushur me mbeturina. Ani pse është intervenuar shumë herë për pastrimin e kësaj zone, përsëri njerëz të papërgjithshëm zgjedhin që ta ndotin atë. Kjo zonë karakterizohet me gjelbrim, por që bukuria po i zbehet për shkak të hudhjes së mbeturinave. Mediumi ynë
vazhdimisht raporton për zonat e sidomos ato të gjelbruara, të cilat janë cak i personave të papërgjetshëm për hudhjen e mbeturinave dhe për shndrimin e atyre zonave në deponi ilegale. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural njofton fermerët dhe subjektet e interesuara se ka hapur thirrjen për aplikim në kuadër të programit për pagesa direkte 2026. Aplikimi ka filluar me 22 qershor 2026 dhe përfundon me 21 korrekt 2026 në ora 16. Të interesuarit mund të drejtohen në Drejtorinë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në Gjakov. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka hapur thirrjen për aplikim në kuadër të programit për pagesa direkte 2026 me qëllim të mbështetjes së prodhimit bujqësor dhe zhvillimit rural në vend. Në komunën e Gjakovës, autoritetet komunale kanë bërë të ditur se janë të përgatitura për të pritur numrin e madh të fermerëve që pritet të aplikojnë për subvencione. Tash ka filluar subvencionet e pagesave direkte në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë. Ne si komunë jena përgatit me gjithë kapacitetin logjistik për me prit një vroll të fermerëve të komunës tonë. Sipas drejtorit të Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në Gjakov, Gani Hajdari, afati për aplikim do të jetë i hapur për 1 muaj. Thirrja është e hapur 1 muaj ditë kalendarik. Thirrja është e hapur në pej datës 22 deri me datën 21 korrekt. Hajdari theksoi se subvencionet paraqesin një mbështetje të rëndësishme për fermerët, duke ndikuar në zhvillimin e aktivitetit të tyre bujqësore dhe rritjen e prodhimit. Subvencionet janë etike sa i përket për fermerët. Është një ndihmë e madhe në të mbjellurat e tyre, një stimulim për fermerët për me vazhdu tutje në punën dhe produktet e tyre. Ne si komunë mesatarisht në vit në pagesa direkte i kemë 1.400 fermerë, 1.500 fermerë. Ndërkaq, përveç dokumentacionit specifik sipas masës përkatëse, personat juridik duhet të dorëzojnë certifikatin e regjistrimit të biznesit, dëshmin për përmbushjen e obligimeve ndaj administratës tatimore të Kosovës, konfirmimin e xhirollogarisë bankare, si dhe kopjen e letër njoftimit të pronarit të biznesit. Fermerët që përfitojnë subvencione në vlerë mbi 30.000 euro obligohen të aplikojnë si biznes. Të gjithë nxënësit që kanë përfunduar klasën e 9 në shkollat e Republikës së Kosovës të premten e datës 26 qershor do t'i nënshtrohen testit të arritshmërisë. Në komunën e Gjakovës thonë që janë kryer të gjitha përgatitjet e nevojshme për marrëvajtjen e këtij procesi. Pas përfundimit të ciklit fillor, nxënësit do t'i nënshtrohen testit të arritshmërisë. Testi do të zhvillohet të premten e 26 qershorit, për të cilin foli më shumë koordinatori i Drejtorisë së Arsimit në Gjakov, Dugaxhin Ademi. Drejtoria Komunale e Arsimit ka bërë gjitha përgatitjet për organizimin e testit të arritshmërisë i cili do të mbahet me datën 26/6/2026, ditë e premte në ora 10 deri në 12:30. Testi e arritshmërisë për gjithë nxënësit e klasëve të nënta do të organizohet në 7 qendra, do të thotë në komunën e Gjakovës. Testet në fjalë do të nënshtrohen dikun 1.050 nxënës të klasëve të nënta. Testi përmban 100 kërkesa, do të thotë pyetje dhe detyra në 9 lëndë bazë. Në gjuhë shqipe, matematikë, fizikë, kimi, biologji, histori, gjeografi e tjera. Ademi tha se të gjitha aktorët që do të përfshihen në procesin e testimit janë të informuar me kohë. Sa i përket informimit të drejtorëve të shkollave, të gjithë janë njoftuar me listat, nxënësit njoftohen përmes kujdestarëve të klasave, me sallat se ku do të jenë, ku do të nënshtrohen testit, po ashtu njoftohen edhe me qendrat se ku do të jenë pjesë e testit në fjalë. Ky test do të jetë një provë për nxënësit për periudhën e shkollimit 9-vjeçar, që do t'i paraprijë aplikimit për vazhdimin e procesit mësimor në shkollat e mesme. Problemet me nervin shiatik janë gjithnjë e më shumë në rritje. Hedon Leshi, fizioterapist, na nje me disa nga arsyet pse po ndodh kjo, si dhe mënyrat si mund të menaxhohet ky problem shëndetësor.
Nervi sciatik është kthyer në një nga temat më aktuale shëndetësore të kohës sonë. Statistikat tregojnë se nuk bëhet më fjalë për një sëmundje të moshës së tretë, por për një shqetësim masiv që po prek çdo ditë më shumë edhe të rinjt. Por pse ky shqetësim është kthyer në një problem kaq aktual, dhe cilat janë arsyet që po bëjnë të vuajnë kaq shumë njerëz sot, na i shpjegon fizioterapisti Hedon Lleshi. Duke filluar nga jeta sedentare, nga stili i jetës, mënyrat e qëndruarit, kryesisht pacientët të cilët vujnë më shumë janë pacientë që bëjnë punë fizike të rënda, ose ata pacientë të cilët kanë një punë pasive, rrinë për një kohë 8 deri në 9 orë ulur. Se çfarë dhimbje shkakton nervi sciatik në trupin e njeriut, na njofton fizioterapisti. Nervi sciatik fillon nga fundi i shpinës, nga mesi, edhe kalon nga vithet deri tek gishtat e këmbës poshtë. Simptomat kryesore janë zakonisht ndjesi e mpirjes ose e parestezisë, të cilat kalojnë nga vithet deri poshtë te këmba. Shpesh i ngatruar me shqetësime të tjera të shpinës, në shumicën e rasteve ky problem e ka zanafillen te hernia diskale, thot Lleshi. Hernia diskale është një faktor i cili çon në shtypje të nervit sciatik. Domethënë janë disqet intervertebrale, të cilat mund të dalin nga vendi i tyre si pasojë e shtypjeve, të cilat i kemi gjatë jetës së përditshme, pas një kohë akumulohet del disku jashtë vendit dhe e komprimon nervin sciatik. Domethënë hernia diskale është faktor kontribues që shkaktohet shiaz. Përmes rrëzimit të miteve se kjo gjendje është e pashërueshme, fizioterapisti thekson se në shumicën ndërmuese të rasteve, nervi sciatik shërohet plotësisht përmes trajtimit fizik, ndërhyrja kirurgjikale mbetet opsioni i fundit vetëm për rastet më të rënda. E shtyp nervin, edhe nuk e lëm asnjë empinja kalon. Ka kofsha, ka vithe dhe shkon te poshta ku deri në fund, deri te koma. Pas suksesit të arritur nga lokali Dom në qytetin e Gjakovës, Dom Fshat, e cila gjendet në fshatin e Gjelbër, po vazhdon në hapat e njëjtë. Të premten në mbrëmje, këngëtari Redon Makashi do të jetë i ftuar i Domës, i cili do të ofrojë muzikë cilësore për të gjithë klientët. Aty ku zhurma e qytetit zbehet për t'ia lënë vendin freskis, tarasa më e re e Dom Fshat vjen si oaza shumë kërkuar kundër ditëve përvoluese të verës. Ky ambient i qetë hap dyert këtë të premten mbrëma, duke ofruar radisjen ideale në shkëlqimin e yjeve. Për konceptin unik dhe gjithçka që ofron kjo hapësirë e re, na tregon më gjerësisht menaxheri i Dom Fshat. Dom Fshat ofron një ambient relaksi, freskie, larg zhurmës së përditshme të qytetit. Është ambient familjar kur prindit mund të vinë me fëmijët për shkak të këndit të lojrave që kemi aty. Padyshim unike e kësaj terrase mbetet ushqimi, po ashtu edhe fura me dru, të cilën e kemi në ambientin e jashtëm të terrasës, ku mund të përgatisim pica. E nga kjo e premten mbrëma, ju mund ta prekni më afër këtë oazë ku për të performuar nën qiellin e hapur do të jetë vetë kantautori Redon Makashi për t'ju dhuruar një natë të paharrueshme. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. Interesimi të rinjeve për aftësim profesional është i vazhdueshëm. Pavarësisht ndërhyrjeve të shpeshta, vazhdon hudhja ilegale e mbeturinjave në Osekposh. Ministria e Bujqësisë hap thirrje për aplikim për programin e pagesave direkte 2026. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.